Investimet në institucionet arsimore në Shkodër vijnë të jenë në qendër të vëmendjes së Bashkisë Shkodër. Një investim i fundit është vendosja e kaldajës në shkollën 9-vjeçare Dëshmorët e Prishtinës, duke përmirësuar ndjeshëm ngrohjen dhe mjedisin e brendshëm për nxënësit dhe stafin pedagogjik. Në drejtori i shkollës, Sokol Zaimaj tha se ky investim plotëson një nevojë të kahershme të institucionit, duke krijuar kështu kushte më të mira për zhvillimin e procesit mësimor. Ka një diçka pozitive se kur kena takime prind ose kur prindi vinë të shohin që në shkollë, jo vetëm të kaldaja, po edhe pjesa tjetër, po investohet, me thonë drejtën, ka një impakt shumë pozitiv. E para, e dyta është investimin me kaldaj, për me ngrohje, rrit edhe cilësinë e mësimit, nxënësit do të njihen komod nër klasa, gjithsesi na jena shumë falenderus, po flas këtu edhe në emën të drejtorisë shkollës, të këshillit prindve, nxënësve, por edhe të komunitetit. Për çka kena pa deri tash është prit me shumë pozitivitet. Këtë shkollë për hir të vërtetës nuk është investuar qysh në ditën e krijimit të saj. Po të shikoni sot ndoshta kanë tjerë punët, po e marrim qysh të obori. Qoftë edhe mbrëm, nuk është investuar edhe kjo është shtimi i kësaj vëmendjes për ne na ka vu edhe para disa objektiveve tjera që me investimet që po bëhet, por edhe na do jena të impenjum që ky ambient qoftë mbrëm, qoftë jashtë, do të ndrohet faqa për hir të vërtetës. Ky investim është pjesë e angazhimit të Bashkisë Shkodër për përmirësimin e infrastrukturës në shkollat e qytetit me qëllim garantimin e kushteve më të mira për nxënësit.